Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës. Çfarë do të dëgjojmë në këtë rrëfim? Ëm, Ditëlindja e fëmijës është dita më e bukur kur në mendjen tënde, pa marrë parasysh se sa vite do të bën ai fëmijë, rikthen kujtime, rikthen momente dhe ti pikërisht në atë ditë shikon një bumerang në jetën tënde. Se sa shpejt u rit ai djalë, se sa shpejt ylli ti po ndriçon dhe sa shpejt ai po largohet nga ditët tona. Dhe në fakt momenti më i bukur në këtë ditëlindje është kur dy prindërit përqafojnë me shumë dashuri të birin e tyre dhe përqafojnë me shumë dashuri veten e tyre, sepse pikërisht nga ajo dashuri kanë sjellur në jetë një fryt të bukur. Por kjo grua e nderuar nuk e ka patur këtë fat, sepse pikërisht në ditëlindjen e djalit, bashkëshorti ja sjellën dashnoren. E pabesueshme, por e vërtet. Letra fillon kështu. Nuk ka dhimbje më e madhe se ajo që vjen në një ditë që duhet të ishte shenjë. Dita e ditëlindjes së djalit tim. Një ditë që e prisja me shumë gëzim, me shumë emocion edhe me shumë shpresë. Dhe që në fakt u kthye në plagën më të madhe të jetës time. Jam nën, jam grua, dhe atë ditë mësova sa e brisht është zemra e një njeriut kur i shkatërrohet besimi. Mbaj mend që në mëngjes u zgjova shumë herët. E lumtur më sa s'bëhet. Djali im po mbushte 7 vjeç. Isha lodhur me ditë të tëra duke menduar për këtë festë kaq të bukur. Doja që gjithçka realisht të ishte perfekte. Sepse ai meritonte një kujtim të bukur, ai meritonte një moment të bukur. Balonat i fryva vetë. Një nga një, të gjitha. Tortën e porosita me figurën e personazhit të tij të preferuar. I hekurosa rrobat e vogla me duart që më dridheshin nga emocionet. Buri im ishte i ftohtë prej shumë muajsh. Por atë ditë i thash vetes, sot jo. Sot është dita e djalit, sot gjithçka do të shkoj mirë. Ai më tha se do më sillte disa miq nga puna dhe unë, ja ku bëra gabimin e parë, unë nuk dyshova fare, por u gëzova dhe i prisja me shumë dashuri. Shtëpia ishte plot e përplot me fëmijë, me të qeshura, me muzikë. Djali im vraponte i lumtur, pa e ditur se çfarë po afrohej. Dera u hap, buri hyri dhe pas tij hyri ajo. Një grua e re, e rregulluar, me buzëkuq të kuq, me dorën mbi krahun e burit tim, sikur ishte vendi i saj. Në fillim mendova se ishte ndonjë kolege, por sytë e tyre realisht nuk gënjenin. Ai nuk foli, por ajo buzëqeshi. Gëzuar ditëlindjen, tha ajo, duke ju afruar djalit tim. Gjaku më iku krejtësisht nga fytyra. Duart më mpin, zemra më rihte aq fort sa mendova se do të rëzohesha.
E pash burin tim në sy dhe prisja të më thoshte diçka. Prisja një shpjegim, një ndalesë. Por ai nuk u turprua. Është shoqja ime, ma tha shkurt, shoqja. Shoqja që ai e mbante për krau. Shoqja që i dinte sekretet. Shoqja që më kishte zëvendësuar. Djali më pa edhe më thot: "Mami, kush është ajo?" Zëri i tij më shpoi në shpirt. Nuk e dija se çfarë të thosha. Si t'ja shpjegoja një fëmije që babai i tij kishte sjell dashnore në ditëlindjen e tij. Po shtrimi më i madh ishte. Ajo ul në tryezë, hëngri tortën, qeshi, bëri fotografi. Në shtëpinë time, në ditën e djalit tim, unë realisht ndjesha e padukshme, e shkelur, e poshtëruar në maksimum. Miqtë e ftuar e ndjen tensionin. Disa ikën herët e disa ulën kokën. Por burri im nuk u ndal. Ai sillej sikur kishte të drejtë. Sikur unë isha pengesa. Kur festa mbaroi e fëmijët ikën, djali im u fut në dhomë me lodrat e reja, por pa buzëqeshjen e mëngjesit. E mbylla derën dhe shpërtheva. Si munde, i thash, në ditëlindjen e djalit tonë e gjete. Ai më pa ftohtë, jam lodhur duke u shtirur. Ajo më kupton. Ajo, jo unë, jo gruaja që lindi fëmijën, jo gruaja që mbajti shtëpinë, jo gruaja që sakrifikoi gjithçka. Atë natë nuk fjeta. Djali im u zgjua duke qarë. Mami, pse babi nuk po të flet? A do t'ik babi? Si ti përgjigjesha? Ditët pas asaj feste ishin të errta, burri iku, ajo erdhi sërish pa turp. Djali im ndryshoi, u bë i heshtur, nuk donte më festa fare. Një ditë më tha: "Mami, mos e bëj më ditëlindjen time." Dhe aty u thye zemra ime përfundimisht. Sot jam e vetëm, por jam e vërtet. Kam mësuar se tradhtia nuk është vetëm ndaj bashortit, është ndaj fëmijës, është ndaj familjes, është ndaj dinjitetit njerëzor. Djali im po shërohet ngadalë, por njëkohësisht me të edhe unë. Por ajo ditëlindje do më ndjek gjithë jetën. Sepse burri im nuk më tradhtoi në errësirë, më solli tradhtinë në mes të dritës në ditëlindjen e djalit tim.